Rreziku i përhapjes së sëmundjes afta epizotike në vendet fqinje ka vënë në lëvizje edhe shërbimin veterinar në Gjirokastër. Pas konfirmimit të rasteve në Greqi, institucionet përgjegjëse kanë shtuar kontrollet dhe masat parandaluese në terren. Sipas veterinerit pranë Agjencisë së Bujqësisë në Gjirokastër, Krenar Veliu, monitorimi i fermave dhe i tregëtimit të produkteve blegtorale është intensifikuar, ndërsa është kërkuar bashkëpunim maksimal nga fermerët dhe subjektet tregëtare për të parandaluar çdo rast të mundshëm infektimi. Bet fjalë për aftën epizotike është një sëmundje që prek kafshët, të sëmundje virale, prek kafshët po nuk prek njerëzit, është një sëmundje që prek kryesisht kafshët me 2 thundra, lopën, deljen, dhi edhe derrat. Është një sëmundje që shfaqet me temperaturë, me fjalë, shfaqet me fluska në pjesën e mukozave të gojës, shfaqet me engjë në kurorën e thundrës edhe në midis 2 gishtave. Dhe është një sëmundje që shkakton dëm ekonomik. Shqipëria është shtet i pastër nga afta epizotike, po gjithon në ta, Greqia dhe Kipru është sëmundje që andej dhe ne kemi marrë informacionin nga drejtoria nga KVMB-ja dhe bëjmë sensibilizimin e fermave dhe të fermerëve duke i njoftuar, kemi vënë postera, kemi dërguar dhe postera, i kemi vënë këtu në drejtori postera, kemi shfaqse dhe këtu vijnë fermerët, ku i sensibilizojnë që thomi ç'është afta epizotike, kë kafsh prek, ç'rrezik ka. Qarku i Gjirokastrës numëron 220.000 të imta dhe rreth 11.000 gjedh. Specialistët apelojnë që çdo shenjë dyshim tek bagëti të raportohet menjëherë nga ana e blegtorëve. Fermerët për çdo e dinë, po ne ja u rikujtojmë që ata mbajnë kontaktin jo vetëm për të sëmundje, po dhe sëmundje të tjera që janë, qoftë këto që vijnë nga jashtë, qoftë këto që janë këtu, ata mbajnë kontakt dhe mundohet të mbajnë kontakt me veterinerin që kanë më afër, veterineri i shërbimit dhe që janë në përrethë, në përnjësi administrative, në për fshatra ku janë, ku ka veteriner, gjithmonë për të paraqitur tek ata të gjitha shqetësimet. Ndaj dhe ju thuhet se nëse një kafsh i preken mukozat nuk kanë dot ushqim. Shqetësohet fermeri, po nuk është vetëm kjo sëmundje që shkakton këtë gjë, dhe fermeri interesohet, nuk është se nuk interesohet. Qëllimi mbetet mbajtja nën kontroll e situatës dhe parandalimi i përhapjes së sëmundjes në territorin e qarkut.